Hey, mirë se si më duk vetja, më si pirat. Jo si pirat. Si pirat, duke ti pse po kujtova një film me pirat para shumë vitesh që e kam parë film i Disney, madje me piratë dhe ishte një nga personazhet që hipte tek Direku quhet, se mbaj mend tani si quhet ajo pjesa përpara. Me pirat, vetëm shpella pirat më kujtohet mua. Pjesa përballë Anies, Direk më duket se quhet apo Direku është për mbrapa. Nuk e di, gjithsesi ju që e dini mund edhe të na shkruani. Direku janë. Hey, ishte fjalia që përdorte pikërisht ai pirat. Ju të dashurmish duhet ta dini, nuk do të jetë një episod i bazuar tek piratët, ishte rastësi kjo që unë bëra dhe nisa emisionin Trip Top. Shiko, dhe i qyteti ku do ndalemi sot në Trip Top ka një mister brenda vetes, kështu të çon në pralla për shkakun pa. Kështu që do ta zbulojmë vetëm pas pak qytetin. Mirë se keni ardhur në Top Albania Radio. Jemi së bashku nga ora 18 deri në 20 për 2 orë do flasim për udhëtime, do të flasim për histori të bukura që lidhen me udhëtimet. Për aventura. Hey, dhe për një të ftuar, hey. I cili është djalë, është një djalë që në një far forme ka qenë prezent në këtë studio. Në ç'kuptim? Ka qenë, tani po ja thash shumë në ç'kuptim i bie që thash të ftuarin. Ka qenë prezent, ka qenë prezent. Nuk ka qenë fizikisht, po ka qenë. Se e kemi bërë kështu si lojë tani ata që na ndjekin çdo të diel, e kemi bërë si lojë të mos ta themi emrin, po të themi disa hinte. Kështu që çfarë bëra unë, shkova ke profili vet i Instagramit, morë përshkrimin e vet. Bion, ku thoshte actor, producer, TV host dhe radio host. Domethënë aktor, producent, prezantues televiziv dhe radiofonik. Për të gjithë ata që janë mirë me shqipen, por janë me italisht, është aktore, aktore, producente, TV host që i bie moderatore dhe radio host i bie konduktore radiofonik. Kështu janë të gjitha të dashurmiq. Siç u tha dhe Ariola Sheu, për rreth 2 orë do të jemi së bashku që prej orës 18 deri në orën 20:00 së bashku për të folur për udhëtime. Ka qenë epizode shumë të bukura, shumë të pëlqyera nga publiku. Jam shumë i lumtur dhe doja t'ju falenderoj të gjithë ju që keni marrë mundimin dhe na keni ndjekur në rrjetet tona sociale apo në YouTube. Po pra të bëjmë një falënderim me zemër se komentet kanë qenë shumë të mira. Faleminderit shumë tani që fillojnë na shajnë. Jeni fantastik, shumë faleminderit. Jo, po kanë qenë shumë komente të mira me Arionin e diskutojmë vazhdimisht. I falenderojmë gjithsesi sepse kanë pat dëshirën për të na përmirësuar. Na janë dhënë disa këshilla, na dhanë disa këshilla duke thënë për shembull që mos ftoni VIP-a kaq të rëndësishëm, ftoni edhe njerëz pak më të thjeshtë. Po ne i kemi VIP-a me një lloj cilësie dhe nuk e ulim dot standardin. Neve prit njerë do bëjmë qokat e shoqërisë. Patjetër. Bëjmë çka, thjesht fati jonë është që shoqërinë e kemi shumë të ngritur. Kemi VIP. VIP kemi po në për ca dasma nuk na fton njerëz se roktar fundja jemi ne. Arion jam këtu me këpo flet, është mbrapa i ftuar Arion. Është mbrapa. Mos na zbuloj regjia ta mbajmë mister edhe pak sepse vetëm pas pak do ta kemi këtu në studio. Megjithatë bëjmë edhe një thirrje për të na u bashkuar njerëzit në rrjetet sociale Arion, se me atë WhatsApp-in u morën vesh. Tani të ka ik turpi dhe ti e kërkon që të na bëjmë follow, se në fillim thashë se si më duket. Jo, për Ariola Sheu kam. Dëgjoni mua, bëni follow në këtë moment dhe kush e bën follow duke na dëgjuar në radio Ariola Sheu, ti çoj edhe një mesazh sepse Ariola ka premtuar që do t'i bëj follow back. Sot s'është asnjë prilli, pa afrom po. Shiko, Okej, po e them. Kush më bën follow dhe më shkrua në këto momente, eksaktësisht në këto momente, që po të ndjek në radio, do t'i bëj follow back. Kushte mua mos më bëni se për zotin. Nuk ju bëj follow back. Nëse se bëjmë shaka. Po çka kushton mos e pa lekë keni më ju VIP-at, më ç'është kjo si bëni follow back njerëz. Jo, di pse se kam janë 950 veta që ndjek, nuk do ta çoj 1000. Best friend, i ke gjithë best friend, ata jetë. Di që u futa një ditë tash ai do bëj ca spastrime. Do di që një fjalë. Regina nëse jemi në kohë, sepse koha këtu fluturon edhe ndoshta jemi duke te i kaluar kohën e transmetimit. Do ti që i njifja të gjithun të 900 e ca veta, tash ti që do ta asnjë. Përse i bëje follow nëse s'do një. Po s'du ta kap 1000-shin, prandaj si u bëj dot back. Kështu që më ndiqni mua, apo ndiqni Trip Topin, apo ndiqni më njëherë në këto momente kanalin e radios. Takojmë pas pak. Në kokë Ariola Sheu ishe gati duke startuar pa e parë timeline-in dhe nuk e stikti profesionistit, por i kthehej në studio pikërisht për ju dhe për ne të dashurish. Kemi kam një kolege të jashtëzakonshme. Sot episodi do të bazuar në një qytet të jashtëzakonshëm, në një qytet plot me kulturë, në një qytet
për dashurinë, po pak mainstream, kështu kushton pak. Është fiks udhëtari që më ngjan mua ky që do jetë në studio. 19 kushton një bilet për të shkuar atje. Bliheni tani. Nice, sot do shkojmë në Prag dhe sigurisht këtë vend në Prag të kujt? Në Prag të dështimit. Jo, të kur. Nëse nuk zbatojmë kohën, se bëjmë shaka. Po sot do shkojmë në Prag ku na çon edhe i ftuar ynë që do të vi vetëm pas pak. Ishte një nga destinacionet që na kishte treguar, ne e përzjodhëm për t'ju sjellë edhe disa kuriozitete, për shembull një si qyteti i 100 kullave. Jo i dritareve. Jo, kjo ishte vetëm 100 kullat. Një gjë e përgjashme me ne, po. Është kryeqyteti i Republikës Çeke. 1000 dritare do i ketë. Do ja, 1000 po vetëm ke fotoja që kishte mbrapa. Ndodhet në zemër të Evropës, se dim, qyteti i famshëm me arkitekturë shumë njohur, ku disa nga pikat më ikonike janë Charles Bridge, një urë mesjetare shumë romantike me statuja aty, dhe madje është një vend aty Arion që po e preke, thonë që të sjell fat të mirë. Të sjell fat mirë, ti e ke prekur? Po. Të ka sjell fat të mirë. Ec aty. Ja ku jemi në radio. Ja ku jemi në radio, kështu që fat sjell dhe kam prek edhe unë atë urën, dhe në fakt më ka ecë mirë, më ka ecë shumë mirë, më ka ecë realisht shumë mirë. Është urë shumë e bukur dhe investoni 20 euro të dashur miq për të shkuar në Prag, aq kushton, dhe prekeni atë gjën që do të prekur atje. Oferta vazhdon deri në fund të këtij programi. Do të shkojmë në Kashtjellën e Pragës, që është një nga komplekset më të mëdha dhe një nga kështjellat më të mëdha sot në botë, që është edhe me një pamje të mrekullueshme kur ngjitesh në maj. Unë edhe këtë e kam vizituar, se shkova në nëntor në Prag. Nëse nuk gaboj, është një nga kështjellat më të mëdha në botë. Një nga kështjellat më të mëdha në botë, po, kështjella e Pragës. Ndërkohë Old Town Square-i është zemra e qytetit dhe patjetër është një vend mas që duhet vizituar, ka atmosferë shumë magjike. Unë kam shkuar në nëntor Arion dhe binte një borë. Vërtet? Nuk ta shpjegoj dot se çfarë. Borë në nëntor në Prag. E di fiftoti acar një herë. Për zotin dhe nuk të gënjej, kam vesh 3 pal tuta. 3 pal tuta. Për kokën time nuk të gënjej. Si kishe marrë 3 pal tuta me vete? Kjo më surprizon. Kështu 2 streçe dhe një tuta. Je vesh si qepa. Për zotin, jo nuk tallemi, disha i ftoti acar. Dhe bora që binte krijonte një atmosferë pralle, nuk ta shpjegoj dot. Pra të dashur miq, bura po gra merrni streçe me vete nga këto të dëborës, ato që kanë lesh brenda, më besoni, sepse kam qenë edhe unë në Prag dhe është shumë ftohtë. Xhinset do na i thot ndoshta dhe i ftuari nuk janë elementi i vetëm që duhet të zgjidhen, edhe në një palgeta, nga këto geta termike bëjnë shumë punë, dhe shalli, këtë jap si këshill personale. Më fal, janë geta termike. I ke parë shunat në palestër veshin geta. Goca në çakosh po jetojnë. Veshin streçe të zezat shunat. Nëse është edhe astronomical clock, ora e famshme që funksionon, po ja që po shohim edhe nga pas, që funksionon që nga shekulli i 15 dhe çdo orë aty Arion kur afronte, domethënë. Sa zonja që është X dhe V dhe lexoj 15. Bravo. Duket. Kam studiuar një. Po të ishe te Bigu dhe të bëje këtë, do të pyesnin çfarë do të thotë X V. Afrika, medalja aty të ka. Mali më i lartë në Shqipëri. Edhe me ngel për shkak. Mali më i lartë në Shqipëri. E thanë ata e bën telef. Okej, këtë. Do të bëjmë pjesë. Pema më e gjerë në botë. Dëgjoj, Anjeza Gonxha. Pema më e gjerë në botë. Po, pema që ka perimetrin më të gjerë në botë. Ku diun në Japoni? Ja, pema, më pema. Sa më ku ndodhet? Çfarë kush është pyetja? Si quhet? Ku diun ulliri. Shef që të kap stresin ndërkohë për të ta them off camera, pas pak do ja them edhe juve të dashur miq, me siguri të gjithë ta keni dëgjuar. Nëse këto ishin 4 vendet që nëse shkon në Prag dhe nuk e shkuar këtu, zëre se nuk e shkuar. Po papi, janë pemat më të larta dhe më të qëra në botë. Është e di që është por më mirë kjo e ta ulësh tjetrin më shumë një cila do të dëgjoj. Nëse arritëm në fund apo kemi. Nuk e di regjia, sa minuta kemi për tu allakatur pak për të dhënë info në lidhje me Pragën, sepse ne Mbylleni. Muzikë të mirë do të keni gjithashtu nëse qëndroni me ne deri në orën 20, sepse këtë ide programi e kemi ndërtuar pikërisht duke ju dhënë muzikë të mirë, informacione dhe të ftuar. Jo, po këtë duhet ta sqarojmë, Arion, sepse 2 këngët e para ndoshta publikut i duken të çuditshme. Kënga e parë ishte kënga më e klikuar ndonjëherë nga publiku i Çekis apo nga një artist çek. Po dhe kjo që do vi tani është në gjuhën çeke, ta themi këtë. Pastaj muzika do të jetë sigurisht shumë popullore. Jo, e para ishte në anglisht, po kjo që vjen tani nuk është pra është në gjuhën e tyre dhe. Po thuaj që i ke përzgjedh TikTok këngë Ariola, e kuptova. Jo, në fakt i zgjodhe ti, këto i zgjodhe ti, kështu që mbaje vetë si dështove, si fitove. Por muzika më pas do jenë këngë dhe hitet njëra pastaj në gjithë botën, sepse për hir të vërtetës nuk kishte një artist çek që kishte bërë hajër në planet. Për ta mbyllur regjia, kishte shumë artist çek, po ishin të gjithë muzikës klasike. Dhe tani ju jeni nëpër makina në këtë moment, ndoshta jeni të lodhur nga dita në det apo në plazh apo gjun ku keni qenë, tani ju vë muzikë klasike. Kështu që për kuriozitetin tuaj, kjo është muzika e Çekis nga kjo komercialja si e kemi dhënë.
Mirë se erdhë në Trip Top të dashur miq, vendi ku udhtohet jo me trup, po me mendje. Ua, çfarë zërit mirë që ke Alban. Po kam punuar në radio unë. E di më, sa shumë prezantuar. Më fal. Aktor, producent, TV host dhe radio host. Kështu i ke gjitha në bio në Instagram. Te kishe ke linku bio. Po i kam, nuk vë gjëra falso unë atje, nuk jam nga ata influencer aty, mirë se erdhe Alban Musa sot me ne, kemi kënaqësinë që ta kemi shokun ton përveç se një figurë të njohur të Top Channel dhe të medias shqiptare. Është shumë kënaqësi që të ndajmë studion për të folur për një temë që ndoshta kemi folur shumë nëpër kafe, po asnjëherë televizivisht dhe në radio. E faleminderit shumë që më ftuat. Është shumë kënaqësi. Dhe për ne është jashtëzakonisht shumë kënaqësi dhe mbi të gjitha për mua është shumë kënaqësi sepse ti ngjan fiks me udhëtarin që jam unë. Ke udhëtuar vetëm në vende ku bileta kushton 20 euro. Sigurisht. Dhe nuk jam nga Gjirokastra, kjo është e bukur. Na tregon pak, është rastësi, pra se ti ke përzgjedhur për ata që nuk e dinë se ndoshta nuk po na ndjekin në kanalin 10, ke përzgjedhur vende që nga Shqipëria shkohet relativisht lirë. Nuk e kam zgjedhur. Hiperbole imja 20. Jo, e kuptoj. Gjana kam blerë se do iki dhe tani shpejt në Prag dhe nuk ishin aq lirë me qira fjala biletat, por i kam zgjedhur, unë nuk para kam qejf të udhtoj në këto destinacionet e larta, unë për to jam për taci madh. Dhe jo, nuk kam qejf të bëj udhtime shumë të gjata me, jo, nuk e konceptoj dot, dhe mundohem që të udhtoj. Mos më shihni ashtu tani kështu e kam. Mundohem të po çka ke bërë mirë. Mu bot si gruaja ime, se edhe ime shoqë kështu thotë, o zoti madh ma nxive jetën. Mundohem që të shkoj te këto destinacione që janë lehtësisht të aksesueshme. Do të thonë Fier, Shkodër. Po patjetër, kështu te Pele. Jo, si orar aq është, se një orë gjysmë në udhëtimet e Albanit deri në këtë moment. Të lutem, 2 orë. Po. Vjena është 2. Po Praga është 2. 2. Po Roma 1 orë është 20 minuta. Bari është gjysore. Po. Ndjekem kollaj të shkosh në Bari edhe pse do i bësh në avion sesa të shkosh në një destinacion 4 orë. Po. Mund të heqësh fare kufit. Po të heq fare se ju vazhdoni këtu në Top Albania Radio, ta keni vap. Edhe unë kam një çik sincet kështu. Po, një zgjedhje destinacion. Është efekti Arioles, nuk diskutohet, prandaj po shoh ty. Se po shoh pasuri. Po bëj kështu si vestin. Jo, zgjedh destinacione për të udhëtuar këto që i kam më afër, këto që janë lehtësisht aksesueshme, këto që janë që nuk udhtoj shumë gjatë. Unë udhërej udhtoj gjatë me makinë, udhëtimet e gjata me avion. Po të kushtozon dhe pak puna, Është edhe puna. Se je i përdit në ka. Ja, ky justifikimi po lere. Jo, e kam seriozisht, unë nuk e marr mundimin. Po një javë nuk e regjistron dot programin e dush. Eksakt. Unë nuk e marr mundimin që të udhtoj për një fundjavë. Pra të ikit të shtunën të kthehem të dielën ose të ikit premte mas ditës të kthehem të dielën. Më duket shumë pak. Më duket sikur është. Pra ti do të udhëtosh pak, po të qëndrosh gjatë. Mundësisht. Okej. Pra ti ke kohë të rekuperosh, një ditë të shplodhem, 2-3 ditë të ri dhe një ditë pastaj ta kem për të përgatitur emocionalisht për kthimin. Po tani këtë tipologji udhëtimesh e ke kur udhton me familjen apo edhe vetëm një ngjashëm? Gjithmonë. Po gjithmonë. Kur të bie rasti ty të udhtosh pa familje? Mirë, tani po të mendosh. Jo, pyet më po të mendosh. Me thënë ti si puna ime në Japoni 2 javë nuk e shkuar. Çfarë the ti more? Jo, s'bëhet fjalë. Un kam 15 vjet që sutoj vetëm. Po pra. Budapest me çuna. Po apo jo? Jo. Jo se nuk do apo jo se Unë duhet të them jo se nuk dua. Kjo është përgjigjja ime. A do ta shijoje, je tip që do ta shijoje një udhtim 3 ditorsh me çuna me shokët e tu të ngushtë, me ata me të cilët i konsumon ndoshta kafet, birat e tua të pasdites. Po, nëse do më linin, do ta bëja. Okej, dhe nuk besoj se nuk të lën, por që ndoshta angazhimet e tua, po justifikoj unë tani. Jo, kam përshtypjen që kur ke shumë pak kohë për të udhëtuar, atë pak kohë do ta shfrytëzosh me familje, si më thënë do japësh prioritet. E drejtë është kur ke shumë pak kohë, se unë nuk kam shumë kohë, me thënë të drejtën, të kushtozon pak edhe fakti i live-it, i përditshmërisë, të kushtozon që ti të kesh mundësi për të organizuar. Ne që punojmë televizion e kemi edhe këtë problemin e madh në thonjza, se është privilegj. Është privilegj, me thënë të drejtën, po ka një problem të madh që ti nuk organizon dot këto tripet, këto udhëtimet, nuk i bën dot. Përveç se gushti të famshëm. Po tani gushti është tjetër gjë. Gusht, po çdo bësh në gusht. Unë jam një natyrë edhe që e vuaj shumë vapën, imagjinoje. Pra, udhëtimi ideal për ty gjysmore larg me makinë dhe borr. Po. Korçë, Korça jo. Ajo me një Korça. Po jo më në Valbon, pse të shkoj në vendin time? Do ishte shumë më mirë. Sa bukur. Edhe Korça mirë është, por e ke refuzuar ndonjëherë një udhëtim si ky që nuk të ngjan?
pra dikush i të kaftuar, ndoshta edhe me një paketë shumë të mirë, apo ndoshta edhe pa kosto fare, se ne personazhet publike kemi edhe këtë luksin e madh që ndonjëherë na japin edhe agjensitë ndonjë ulje shumë të mirë. Ju të dyve, mua s'më ka ndodhur. Të gjitha agjensitë janë duke na ndjekur në këto momente urgjentisht kontakt. Ju që dilni në televizor keni ju, pa hecë ju. Ta kontaktoni me njëherë se e keni lehtësisht të refuzueshëm atë çka ju do propozoni. Ju propozoni një udhtim shumë të largët. Edhe Albani do thotë jo. Ja, do them pra ke refuzuar udhime të tipit Turqi një javë, se Turqia është larg. Un kam refuzuar, që më ka dhimbur shpirti që e kam refuzuar, po jam detyruar prej punës ta refuzoj Tajlandën. No. Yes. Pa gruan. Yes. Po. Jam detyruar ta refuzoj atë sepse domethënë ishte e pamundur fizikisht që unë të shkoja për 3-4 ditë një javë tani dreqe mori, ajo do 2 ditë të shkosh. 2 ditë të shkosh në shtëpinë tonë? Po, tani, të vit mo, të vit po. Po pse Julka se do të vetëm emisionin një javë që nga plagë fresë. Katoj një vetëm ajo. Nuk ndahemi dot, më vjen shumë keq. Ja, kjo ka qenë e fundit që jam detyruar më dhimbje shumë të madhe ta refuzoj. Domethënë Alban, ti e karakterizon veten si një njerëz që udhton apo që domethënë që në fëmijërinë tënde të ka pëlqyer të lëvizësh, të ndryshosh ambient, apo të pëlqen një zonë komforti dhe për ty pushimi është më mirë një libër në shtëpi apo ku diun një serial, një diçka. Unë jam natyrë shumë e komfort zonës. Pra unë nuk jam natyrë si puna e Arionit për shembull që brell çontën krah dhe kafe. Jo, unë nuk jam nga kjo natyrë. Unë kam dëshirë që të kem atë komfortin tim, i dua hotelet shumë të mira, nuk bëj dot këto kompromise. Ku je Alban se pas ka krijt. O zot, je ti Jo, unë nuk shkoj dot, domethënë kapsul hotel jo. Jo, as bëhet fjalë. As nuk bëhet fjalë. Nuk kam ndonjë kështu, nuk kam ndonjë pretendim se mund të merret edhe kështu, po pra ky tani do. Po jo, por realisht nuk kam dashur. Alban jemi bashkë, qëndrojmë këtu. Po, jam dakord, qëndrojmë aty se nuk kam qef të shkoj në kështu. Kam qef të kem ato gjërat komoditetet e mia, jo të eksperimentoj shumë, mund të eksploroj deri diku, po prap komoditetin e kam shumë të rëndësishëm. Po kush do të ishte për ty për shembull udhëtimi më i bukur që ke bërë ndonjëherë, që ti e kujton edhe mban mend, po, që një eksperiencë që do të disa nga udhëtimet e tua, Roma, Praga, Venecia, edhe Verona, edhe Leipzigu. Gjermania mund të jetë edhe një udhtim që ke bërë brenda Shqipërisë, po e ke shijuar se ke qenë me njerëzit e duhur. Unë Shqipërinë e kam udhëtuar cepëncep një herë para. Domethënë në Shqipëri mund të kem një ose dy qytete kam qenë. Në Delvin nuk kam qenë asnjëherë, po do shkoj. Ndërkohë të gjitha qytetet e tjera i kam vizituar, kam shkuar për qef, për shkak të punës, për shumë arsye të tjera. Vjenën e mbaj mend si të veçantë. Përveç fotove, që nuk ke shanse. Riktu. Vjenën e mban mend dhe do ta mbash mend mbas këngës së radhës dhe reklamave. Pa me Albanin këtu. Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi në një bisedë shumë të këndshme me mikun ton, po edhe me moderatorin e njohur Alban Musa, po flisnim për udhëtimet, Alban, po flisnim. Jo, nuk e qaj. Sa mirë kam bërë që kam punuar me një kolege si ti. Duhet themi diçka. Furçaxhiu je ti zakonisht, po hajde ti. Ta themi këtë, kur Arioni shkoi të punonte te Shqipëria Live dhe mua më la dobiçin në derë. Personi që unë mendova. Personi që unë themi? Po ta themi. Personi që unë mendova ishte Albani, pra ne mund të ishim një dyshe televizive në tentativë. Ngeli kjo histori, kështu që Albanin e duam shumë dhe vlerësojmë shumë, përderisa kemi kërkuar ta kemi dhe në krah. Albani na refuzoi, dhe i shepa. Si i bën prezantimet kjo kolege ime, nuk i bëj dot unë. Pra i thotë gjërat me shumë shpirt për te humorit. Rikthehemi tek Vjena se ishte bisedë shumë e bukur që po na rrëfej në lidhje me Vjenën dhe udhëtimin e tënd të parë në Vjenë. Po, më kalon mbresa. Kam ndetur edhe pak më gjatë, ka qenë edhe një udhëtim nga këto kështu me miq, jo me familjar, dhe e kam shijuar shumë më shumë. Edhe realisht është një vend që kthehem, kam dëshirë të kthehem, ke çashe, ke çfarë bën. Ka një lloj kategorie njerëzish të cilët mbase e ndjejnë pak më shumë Vjenën, ata të cilët e duan artin, që kanë një background arti, pak më klasik. Patjetër, më kanë mbresa të jashtëzakonshme sepse ne ishim opera, muze, teatr, kam pas fatin të luaj edhe në teatr shfaqje. Po se kemi shkuar me një. Ku në Vjenë? Po në Vjenë. Oh, sa bukur. Me kemi shkuar me një festival. Po.
kemi dhënë shfaqje në Vjenë. Dhe ti s'ke çuar foto dhe video nga kjo shfaqje? Jo, nuk mund të çoj ato foto dhe video sepse un jam i transformuar atje dhe nuk duhet të shikoj askush. Me këto gjëra. Idhja mosur i brymosur i fryrë me pa mjekër me shumë gjëra sepse ishte edhe përveç shëndetit edhe çështje e rolit. Dhe në Vjenë kaloj shumë mirë dhe e kam shumë dëshirë të shkoj. Edhe Praga, me që po flisit pak për Pragën, një mini Vjenë do ta quaja. Një Vjenë e vogël, shumë interesante, ishte shumë ftohtë. Dhe jo, Arion, se të dëgjova, nuk veshim në meshkujt geta me jo, janë tuta, thuaj tuta, janë tuta. Fjala është shumë e rëndësishme, tuta, geta kanë ndryshim të madh. Po, kur shkon për shembull në bor, ti vesh tuta bore, ha? Jo. Tuta termike. Po jo geta termike. Më shumë shallin se sa tutat në Pragë. Edhe kapuçin. Po, ka qenë shumë ftohtë. Dgjoj, diçka më bën përshtypje. Mua nuk më duket Praga një Vjenë e vogël. E thon shumë njerëz, po Praga mua më duket e errët në koncept. Varet kur ke shkuar në Vjenë. Është gotike më shumë. Është më shumë gotike. Stili gotik le ta themi pak, më së shumti. Po ndihet tek statujat në ngjyrë të errët, tek mjegulla që shoqëron atë rrugicat e ngushta. Është pak a shumë. Mua më duket Vjena më e gjallë, më me dritë. Shiko tani, të mos e harrojmë që Vjena është shumë e madhe. Absolutisht, Vjena është shumë e madhe. Ka 5 milion banor nëse nuk gaboj, ndoshta më shumë. Nuk e di, po është shumë e madhe, ka shumë gjallëri. Por kur ishe ti në Prag? Para 2 muaj. Po çfarë muaj ishte? Nëntor. Në nëntor. Un kam qenë në dhjetor. Dhe s'kisha ku hidhje atë, domethënë letrën, ishte njerëz. Po, kishte shumë njerëz. Kështu që këtë punën e popullimit nuk e kam ndier shumë. Ama po jam dakord që ngjasojnë shumë, por ama Vjena është çik shumë. 2 milion banor sa Shqipëria është. Po, e vogël fare. 2 milion banor. Mendoja më shumë ndoshta Austria është 5 milion total. Çfarë më bëri përshtypje se nisa, po nuk doja ta ndërprisja Ariolën. Më bëri përshtypje që udhëtimet që ti veçove ishin të gjitha udhëtimet që lidheshin me kulturën, sepse dhe ose më saktë qytet shtete, të cilët në të njëjtin periudhë kanë pas pothuajse të njëjtën histori. Pra dhe Venecia ngjan me Vjenën, edhe Vjena ngjan me Pragën, edhe Praga ngjan me Romën. Pra janë kështu të ti bën udhëtime kulturore. Unë i kam të ndara në 2 kategori. Ato të gushtit i bëj për të shtrirë. Për të bërë plazh. Ndërsa gjatë vitit kur mund të shtrihesh dhe në Vjenë. Jo, nuk mund të shtrihesh në Vjenë. Jo. Vallajat komoditet që ta jep ai plazhi, ai shezllongi, ndërsa jo të ndjej që shkemet, nuk unë i bëj pushimet e verës i bëj kështu, unë dua të lëviz vetëm domethënë të lëviz vetëm gisht. Jo, vetëm gishtin e madh të këmbës, që njerëzit. Po jo, ore ta vetëm të lëviz gishtin e madh të këmbës që njerëzit ta kuptojnë që nuk kanë vdekur. Janë gjallë, vetëm kaq duhet të lëviz. Që marrim regjia sapo na komunikoi që duhet ta mbash vendin më të bukur kur je shtrir vetëm. Apo dhe i shoqëruar, mund na i thuash më vonë, po. Do ta lëshosh pastaj. Vetëm pas pak. Përsëri së bashku, përsëri me ju të dashur miq, jemi shumë të lumtur që qëndrojmë me ju që prej orës 18 deri në orën 20 në shoqërinë e atyre që janë në radio, në shoqërinë e atyre që po na ndjekin, po bëjnë zapping në këtë moment në kanalin 10 apo ata që zgjedhin të na ndjekin se jemi kudo. E di. Jemi dhe në aplikacion, kështu që në çdo lloj forme, nuk kam justifikime, duhet të dëgjoni të Albania Radio dhe ishim tek vendi më i mirë për të shtrirë. Plazh. Të pëlqen të shtrihesh vetëm apo në shoqëri? Si ti vakti? Kush është destinacioni që ti zgjedh për të pushuar këto pushime që ti po flet? Domethënë pushime ku ti shkon, shtrihesh, qetësohesh, zgjedh jugun e Shqipërisë, zgjedh veriun. Ky shtrihet që nga avioni më sa nga avioni, shtrihet. Pastaj që do të transportojnë. Kjo është po, herën e fundit që isha zgjodha Turqin, ka ca vite që zgjedh Turqin, nuk do ta zgjedh më se u bë mërzitshme me thënë të drejtën. Greqi. Po se dhe fëmia u rrit dhe. Se është çështje fëmijësh kjo. Sigurisht që vinë më marrin, hapet ajo dera e furgonit, futem aty brenda, shtrihem edhe kaq baroj. Dhe lë në furgon derisa vin dita për të kthyer. Po. Gjitha. Shtrirë e fare. Shtrirë. To pushimet verore po thua, apo jo, pushimet verore zakonisht i bëj në vende midis Shqipërisë edhe jashtë, pra bëj një kombinim, jugun e preferoj, shkoj në jug, e kam shumë qef pjesën e Himarës. Jo, Himar. Sa ti pse të imagjinoja Borsh? Jo, Himar. Do të Himar se ka dhe lëvizje si qytet. Te në Himar, i çik më shumë ti, pastaj
Po, vitin e kaluar isha po tam. Je kënaq, po pak ftohtë ujë. I çik i ftohtë, me thënë të drejtën ujë. Po nuk ka problem, se un jam po jo. E para jam shtrirë, dhe dyja jam larg ul Valbona vëlla, un e kam nuk e kam problem. Ke Valbona, e ke zgjedhur ndonjëherë për pushime verore? Është martuar më jo. Jo, ajo Valbona. Okej, më fal. Dhe do të sugjeroja meqense ti je një mirë si vend. U për shembull shkova në Theth në periudhën shtator-tetor. Është i bukur, është yll. Ishte edhe më thanë mua fishutrazh, mora unë. Pastaj pash temperaturat, nuk është nuk është një freskët, kaq i këndshëm. Pushime verore tani, pushime verore, totalisht pushime verore, nuk do ta rekomandoj se s'ke çfarë bën. Po jo, nuk ke çfarë bën për shumë gjëra, shumë gjatë. Më kupton? 2 ditë po. 1-2 ditë duhet ta bëj patjetër. 72 orë të bukura. E bën, i 72 orë shumë të mirë, kush e ka qejf edhe hiking, kush ka qejf natyrën. Edhe zhvilluar si vend, kanë filluar këto resortet e para. Po, është shumë mirë, më pëlqen shumë, e rekomandoj shumë, por fatkeqësisht do thoja, domethënë jo shumë gjatë, jo 15 ditëshin e përhershëm. Mirë, do të ishte një resort i cili do të jepte të gjitha këto komoditete dhe Shqipëria pak nga pak po përmirësohet. Okej, absolutisht. Është interesante për të qëndruar edhe gjatë. Për shembull, unë nuk e kisha vizituar ndonjëherë dhe ndjes se po ndroj temë. Nuk e kisha vizituar ndonjëherë Bregdetin e Shëngjinit dhe pash hotelerinë e Shëngjinit. Edhe Velipoja. Edhe Velipoja dhe Shëngjini gjithashtu, që ti mund të qëndroje realisht edhe 10 ditë shumë komod. Plazhi ishte shumë i bukur, era shumë i pastër. Edhe aty janë bërë goxha investime. Po ishte është më mirë se Durrësi. Ishte diçka më mirë. Ta them unë, s'ka nevojë. Kam shtëpi në Durrës dhe është më mirë se sa Durrësi, me thënë të drejtën, pjesa e Velipojës. Edhe shërbimi është shumë mirë. Po shiko, ne jemi të prirur drejt plazheve përgjithsisht, duke qenë se kemi konceptin e pushimeve verore, duam ta ndjem atë të nxehtin dhe shkojmë drejt plazheve, prandaj them unë që për shembull zonat malore, unë nuk do i rekomandoja për më shumë se sa 2-3 ditë, vetëm nëse je sëmur, je me astm, ku di unë, se ato të bëjnë mirë. Ajo është jetë muhabet pastaj. Ndërkohë, për të shkuar, për të kaluar një fundjavë shumë të mirë, edhe 2-3 ditë kalohet në perfeksion edhe në Theth, edhe në Valbon, në Reç, në Razm, gjithë zona është shumë e bukur me thënë të drejtën, kështu që mund ta rekomandoj. Nëse do kishe buxhet pafund, dhe sigurisht gjithë ne që punojmë me djersë edhe me gjarë, manifesto. Eksakt, nëse tërheq po, nuk bëjmë dot udhëtimet realisht as ato që shohim nëpër Instagram të disa vipave shqiptar, ne jemi roktar të thjeshtë. Ti bën Hariola. Flasim bashkë. Universi të sjell buxhet no limit. Kohë no limit. Ku shkon dhe si organizon këtë udhëtim, cili shtet? Nga Azin. Po. Sa kohë? Një muaj? Albani gjithë jetën. Një muaj po një herë, Azin po, unë më të rejsh shumë pjesa Aziz, Japonia, Korea, Filipine, Tajland, Kin. Se te Filipine, Tajland shumë shpejt. Çfarë të pëlqen? Do të pëlqen kultura, kultura, duket sikur është komplet një botë tjetër që s'ka lidhje me ne fare. Pra, duket sikur është një koncept, ja se ti ke qenë, e di, nuk e di a ke qenë ti. Jo, e shkreta. Dy të shkretët. Shkretët. Duket sikur kanë. Kështu se kemi pretendime. Duket sikur nuk merrni oferta dhe çanta shtëpi. Jo, ja të pulva, me çan shpinë të shkosh këtu në Kore me thotë drejtën tani që ky muhabet këtu. Po spatë ja 2-3 valixhe që hajde se e di unë atë punë, po ti lëre ti. Dhe të shkosh të shohësh këtë kultura, të shohësh mënyrën se si ata jetojnë, konceptet që kanë për jetën, më duket shumë interesante me të drejtën. Do kisha shumë dëshirë. Pra Azia dhe jo për shembull Shtetet Bashkuara apo Afrika, jo s'kan drejtë kur, jo. Gjithsesi Azia është e lirë për te biletave që shkojnë shtrenjtë, çmimet relativisht janë të lira në pjesën më të madhe. Po buxhet pa limit. Tjerat i mbajnë vetë. Buxhet pa limit. Po mi harxojmë ca nga ato buxhetit, atje të tjerat i ruajnë për gjëra të tjera. Ne kë ishte në këtë përshkrim? Sinqerisht, pa i mbetur hatrin nusës, ndoshta apo jo mos e bëj shaka. Kur e përshkove, mirë thash përshkove, po këtë udhëtim kë ishe në trurin tënd ato sekonda. Kam përshtypjen me familjen është pak e vështirë ta bësh këtë lloj tripi që po them unë. Se është komoditeti, goca etj. Mendoj që me ndonjë mikesh ose grup miq të mirë, jo shumë. Mos është kjo një ftesë për ne Alban. Po ja, si me kështu se me që thotë jo po na thristin, jo po na kanë ulur çmimet, jo po na kanë dhënë oferta etj. Ne po bëjmë gati për një tjetër trip në Azi, kështu që mendoj. Kështu që me ca miq të mirë do ishte shumë interesant. Eriona Rusi, i ngjan këtij tripi? Po, absolutisht Eriona, mua më duket shumë interesante për këtë. Është eksploratore, i ka qef shumë këto gjëra. Julka Gramu? Julkën e kam më shumë, e shoh më shumë si njëri plazhi. Si në Turqi Julka. Ariola Shell? E dërgoi në Turqi. Ariola është si puna ime. Ariola eksploron, mund të eksploroj, po bashkë me komoditetin. Po pra.
Ti s'merren fare. Lere o burr. E di pse ta bëra këtë pyetje se ndonjëherë udhëtimet janë test për miqësitë. Ka ndodhur për shembull të prish një miqësi në një udhëtim ose dy çifte apo dy shok apo një grup shokësh, se udhëtimet janë test shumë i vështirë për të ndarë dhomën për shembull apo hapësirat përbashkëta me miq që si kanë ndarë më parë. Ashtu, jo, nuk e kam provuar, nuk flas dot për këtë pjesë, nuk e kam provuar, domethënë. Pa je i mendimit që njerëzit njihen në udhëtime, se është një shprehje e famshme që njerëzit njihen në udhëtime. Njihen në udhëtime. Është e vërtetë që njihen, varet nga udhëtimi, varet sa ku do rish, se kam përshtypjen ajo që i bën njerëzit për të njohur më së shumti është koha, jo vendi, jo ku janë. Koha, sa kohë rri me ta. Se mund të shkosh në një udhëtim shumë të bukur me ca miq, të rish 2 ditë, kam përshtypjen për 2 ditë s'do asgjë për 2 ditë. Tani do rish edhe i çik apo si e ke? Ri dhe pak, se biseda po bëhet shumë e bukur. Dëgjoj muzikë dhe rikthehemi pas pak. Ariola Sheu, Arion Muça dhe një super i ftuar që po na kënaq me bisedën e vet, edhe pse udhëton shkurt. Jo në shkurt, po ndoshta edhe në shkurt, po udhëton shkurt. Pak e sakt thuaj, pak e sakt. Alban Musa. Shumë faleminderit që jemi ne dhe po na rëfen udhëtimet e tij dhe mënyrën se si ai udhëton. Je tip kërnaci kështu që e kursen lekun, do shpuar komplet. Ja, ky është problemi me Alban. E di ajo, do shpuar, domethënë nuk e di, nuk se si vikin ato lekët kur shkojmë në udhëtime, nuk e marr vesh, po ikin. Nuk e çfarë kursen? Pashu jetohet jeta, një jetë kemi. Nazja, nuk kursen nazja. Jo, kur udhtoj, jo. Okej, ulesh në shtëpi dhe po bën gati udhëtimin e gushtit. Hotelin më të mirë që ke në buxhet, atë zgjedh? Nëse është një ngjashëm, pra 8.5 me 8.5 në booking. Njëri kushton 100 euro më lirë, tjetri 100 euro më shumë. Mund të mendosh ty që në familjet shqiptare vendos ka për buxhetet burri, po ndoshta vendos gruaja more. Ndoshta i thjesht bën gati. Kush e ka ekonominë e shtëpisë? Si e ke ekonominë? Bashkarisht, i kemi, domethënë nuk kemi një buxhet të përbashkët, kemi një buxhet të përbashkët, ku i kemi të shtëpisë, po kemi edhe lekët tona. Pra i kemi edhe të ndara. Unë nuk jam nga ata burra që i them gruas dorëzoj çik rrogën në shtëpi. E ka kartën e vet, ka rrogën e vet, vazhdon bën blerjet e saj. Se nuk ka kuptim, domethënë më duket idiotësi e madhe kjo gjëja kështu. Por përgjithsisht vendimarrjet për buxhetin, sa do harxojmë, e bëj unë. Pastaj gruaja shton ca të tjera. Për shkak se je ti ai që menaxhon shitblerjet e shtëpisë. Jo, nuk ka ardhur krejt natyralisht, nuk është se ka një arsye. Jemi zot, ndoshta. Nuk di ta them, domethënë nuk di ti vë një emër. Ka ardhur krejt natyralisht kjo gjëja. Kështu ka lindur, nuk është se e kemi ndar, nuk kemi nga këto lloj problemesh. Por s'më the, të njëjti hotel me të njëjtin ranking, njëri kushton 100 euro më lirë, tjetri 100 euro më shumë. Para do e shikoj pse kushton ai 100 euro më lirë, i gjë e ka aty brenda. Po ku është hilja këtu? Kështu që për të kursyer hilen ti shpenzon 100 euro më shumë. Po. Se shkon atje dhe nuk i dihet. Për 100 euro nuk thon kurr. Tjetër, nuk kursej, realisht fare për udhime. Domethënë ndonjëherë teproj, më shumë se ç'duhet. Po si e menaxhon buxhetin sepse po vë një buxhet unë. Ti thua. Po jo, po një sekondë tani se unë nuk bëj brenda këtij buxheti. Po dalë se nuk thash që shkoj me çek të bardhun atje. Lëre se ishin duke u ndar nga burrat këto në makinë, se thanë duke u zënë shife këtë zemra, Jo. Ne vëm një buxhet. Zgjedhim hotelin me mëngjes, se han 11 dhe kur dalim drekën e kaloj. Dëgjoj te hoteli nuk bëj toleranca fare. Te hoteli unë dua shumë të mirë hoteli. O plako, unë ham mëngjesin sa më vonë që të kursej drekën, e kupton? Jo, absolutisht. Unë vë një buxhet, pra ne vëm një buxhet. Alion e disa keq modele. Unë jam njeriu që në udhëtime kursej. Jo, Alion do ta mendojmë të punë. Po, hajde 2 javë në Aziti me një mini buxhet, pa ta shohim. Po nuk shkoj në Azi unë me një mini buxhet, nuk shkoj fare, më mirë shkoj hiç sa të shkoj me një mini buxhet. Jepi drejt. Jo, programin jonse. Pra ulesh për mëngjes? Po. Dhe sot vej. Po. 2 vez, një salciçe 18 euro jepi drejtim. Le të shkoj. A kam shkuar atje? Ku ke shpenzuar më shumë? Kush është vendi që ke thënë Praga. Praga doli. Nuk e kish lirë se kemi këtu çmime. Jo, varet. Kam pirë një kafe, morë shokët e mi, një kafe turke, se unë pi vetëm kafe turke, mirë, s'kishte as Lori kafe atje drejt që mori. Dhe pira me robi, kjo kafja turke që ke në dorë aty në fotografi. Jo, është turkaja, jo, është tjetër. Këtu jam Leipzig. Ky është Leipzigu. Gjithsesi, kam pirë një kafe, ja 3-4 kafe që ishim grup me familjarët e mi, 3 kafe turke. Unë i pagova gjitha se bëra kështu si kavalier. Sa ëmbëlsira janë 2 koktejle, 180 euro.
në qendër të Pragës. Po mu në qendër të ora astrologjike. Ma ato momente sa krenar për veten tënde. Jo, naja ku i ke hodha direkt ç'është kjo. Po kur u largove nga grupi dhe u takove me Nusën, i the kështu kollit e pak. Jo, Nusja s'ta gjë, thjesht fillova unë të thoya. U kollit mjaftueshëm tavolinë. Jo, ajo ka qenë kështu shpenzimi më kështu pa lidhje që kam bërë ndonjëherë, ishte shumë i tepruar. Aty thash, "Okay." Po çau fronte kjo kafe, kishte një shërbim kështu happy ending në fund. Shumë lekë. Asgjë. Kafe ishte shqiptar madje. Happy ending në sensin shfaqe, ëh, për shfaqje. Tani tutje në çantë me vete, qesën e lori kafes me vete dhe. Shko, janë sa makineta, janë me bateri. Spiun piturke. Janë sa makineta për ata që na spin turke. I blini dhe në AliExpress, merrni ato çaldet e lori kafesi, merrni me vete. 500 lekë kafja. Jo, 300 lekë të helmëli. Është bateria jo dhe e bën të shtrydhur vetë, bën si në shtëpi, kështu. E gjete dhe i zgjidhje. Jemi të sigurt që s'është nga Gjirokastra? Ja kam gjetur. Doni të dini se si kam kursyer një herë në mes të Bangkokut. Po kurset në Bangkok morë të hëngër. Po kurset, që kushton pak po dhe kurset. Kisha probleme me kartën. Nuk po më punonte karta fizikisht, po punonte vetëm karta kur e kisha. Pse ke dhe kartë? Po patjetër. Po punonte karta në telefon. Atëherë ç'a bëra pash që nëse konsumoja ushqim jashtë hotelit, më kushtonte më shumë se sa të konsumoja ushqim brenda hotelit. Sa më shumë? Dhe bukova një hotel përballë hotelit tim me full book, që ta haja bukën atje se kushtonte më lirë se sa te hoteli. Seriozisht e ke? Po. Bravo Arion, na bëre shumë krenar. Pagova një dhomë e cila kushtonte më lirë se dhoma ime dhe më kushtonte më lirë se sa ta haja 3 vakte jashtë, sepse jepte vakte të përfshira. Ku është qëllimi këtu? Qëllimi është që të xhirosh, unë jam me xhirime, nuk jam me pushime, ndryshe nga ju të tjerët. Po t'ishe me pushime, pra. Kush me kymi? S'ka shanse. Po të isha me pushime tjetër e sap, nuk do bukoja mëngjes drekdar, do bukoja vetëm mëngjes. Ja, e shikon. Sa mi shaka. Nuk jam kaq ekstrem, po ty Arion kush ti vendos buxhetet? Sponsorat. Nuk gruaja nuk Graçi na dëgjojnë. Graçi na dëgjojnë nëpërmjet radios. Po ka dhe sponsora gra. Patjetër kompanisë mund të jenë dhe gra. Po udhëtojmë pak në kohë, po udhëtojmë në destinacione të ndryshme. Doja pak ta prekja nëse ti më lejon Italinë, se ndryshe nga shtetet e tjera që janë shtete disi të ftohta, Italia, Venecia në këtë rast është një shtet me temperaturë mite, është një shtet që ngjan me temperaturën tonë, ka shumë shqiptar. Ku do ka shqiptar? Shumë e madhe. Do thash pra që kjo në Prag që pagova 180 euro për kafe në turke ishte me shqiptar, ishte kafe shqiptar. Atë joti ta fut. Po s'bën ulje? Fare. Madje kafe ishte 18 euro, shtuan një zero, haj se ka. Ta bënin atje. Ta bënin me këtë me korona, se kanë monedhën e vet koronën ata dhe i thoje ti ma kthen euro dhe aty nuk e kuptoje se çka ka ndodhur. Është vërtet dhe mua ndodhi. Sigurimi legët. Kieni parasysh të gjën, kieni parasysh kur shkoni në Prag. Kursi këmbimit. Me kursin e këmbimit. Ti këmbeni tek më mirë ti blinin korona, të paguani me korona sa me euro. Po dhe tek exchange në Prag keni kujdes, janë disa exchange që nuk e thon dhe ju marrin 20% taks. Ja, dhe kjo është vërtet. Kur këmbeni parat, kështu që pyeteni përpara se të këmbeni parat, për në përgjithësi në Prag pyesni ka përqindje? Jo, s'ka, sepse ju mbajnë realisht 20%. Venecia doja ta gacmoja para Niko? Jo, jemi në fund, me thënë drejtën. Asnjë Venecia shumë e mirë, shumë e bukur, një herë shkohet, me thënë të drejtën, nuk është se të pëlqen. Si moderator që ka skalet duhet ta thonë. 2 minuta të tregjia. Duhet pikë ta përmbledh. 2 minuta të tregjia. Nuk të kthehesha më në kuptimin që nuk më okay. Spektakël që nga si vend. Po më është shumë i mirë, po në këto tjera e kthyen nga tek atë foto dukesh bukur këtu. Po më mirë, po tani ta them sen. E pa aty. Se në Venecia do të ecë. Jo po ec. Jo, po edhe Vjenën e kam bërë në këmbun, këmbët kallo. Unë ec shumë për qytete. Po jo më ec janë në këmbun se doja ta ndjej ato në Vjenë, sa do shkoja të bëja një foto me bustin e Gëtes aty. Në Venecia nuk ka zgjidhje dhe taksit në Venecia janë 400 euro e sipër, kështu që nuk është, po shkoj në regji kemi dhe nga Venecia. Merje barkën aty si metro 2 euro. E mora edhe në Prag atë barkën. Ku diun pse më shkon kështu syri tek barkat, shkojnë ato. Po kanë qef këto varka. Ka qef luksit më, luksi është luksi. Dhe më shesemi te luksi, çfarë po projekton, jemi drejt fundit apo jo, Holandis. Çfarë po projekton udhëtimi i radhës? Si fillim nesër herë në program? Patjetër. Kam një udhtim tani së shpejti në Gjermani. Kam Çefi apo punë? Jo, çefi. Edhe
qefi le ta lëm kështu. Kam filluar të shkoj shpesh. Kam filluar të shkoj shpesh në Gjermani këtë periudhë, se kam edhe njerëz atje, po gjithsesi ka filluar të më pëlqejë, nuk e kam eksploruar, kam filluar ta eksploroj dhe po m'pëlqen. Mos po është si opsion për të jetuar Elban. Jo. Do ikje ndonjëherë nga Shqipëria? Jo. Nuk e di. Never say never. Por nuk e di. Nuk është se kam pas mundësi për tik, nuk kam ikur. Si ket në moshën tënde tani avash. Hajde se flasim, pyet një baba që po i rritet fëmia. Jemi një mosh për të. Pyet një baba që po i rritet fëmia. E di këtë historinë e moshës tuaj, ta themi në backstage se jo për publikun. Një mosh jemi. Një 40 jam. Po bëj 40 jam edhe, kështu një mosh. 85 jemi. Si se tregoni fare mërçuna çfarë millennials. Ne nuk i tregojmë në millennials. Ne vjen keq dashur miq, po koha në dispozicion për të ftuarin tonë edhe pse do donim ta zgjasnim edhe më shumë këtë bisedë. Ka përfunduar me shpresë që të keni kaluar mirë, të keni mësuar diçka më shumë apo ndryshe për një moderator i cili tani më është në të përditshmën tuaj. Po. Nuk jam interesant në intervista, kështu që. Dhe t'ju themi të vërtetën, edhe vërtet do ta mbyllim këtu këtë intervistë, po ke kafja poshtë. Ta mbyllim dhe ne programin, gjithsesi ne do të jemi akoma për 30 minuta të tjera në transmetim Top Albania Radio, kështu që vazhdoni të qëndroni me muzikë të mirë dhe me informacione që do të ndalen përsëri në Prag. Rikthehemi pas pak. Alban, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë kënaqësi gjithmonë kënaqësi. Po si u kënaqëm shumë Ariona, ke vënë. Të njëjtën fjali tham, ose më saktë tham dy fjali të ndryshme me të njëjtin koncept, që po kënaqemi dhe kur kënaqeni koha fluturon, ka fluturuar koha edhe në programin tonë. Mendojmë shumë njësoj, kjo besoj është vërtetuar në vitet e kaluara. Po ti thua më bukur se unë i them kështu më spartane gjëra. Ti them më spartane. Ne kemi bërë të njëjtën pyetje kur është dash. Eksakt, e kemi bërë, po në tjetër emision ai këtu ende s'kemi shkuar te kjo gjë, po do shkojmë. Dhe meqense jemi tek këtë destinacionet pra për të shkuar në një drejtim apo në një tjetër, flasim pak edhe për kostot sepse kemi marrë në fokus Pragën për të gjithë ata që nuk e dinë që janë duke ndjekur programin Trip Top, flasim për udhëtime, flasim për këto udhëtime pikërisht edhe me të ftuar, kishim Albanin që falenderojmë që ishte me ne dhe gjithashtu ju them apo ju rikujtoj për ju që keni qëndruar me ne që jemi duke diskutuar për Pragën. Praga relativisht një qytet i lirë, relativisht një shtet i lirë. I lirë. Kuptimin e liris personale apo të lekëve? Edhe të liris personale. Se ishte i shtrenjtë Praga tani. Nuk ishte. Shkosh në Prag, nuk sa kushton të shkosh në Prag. Nuk ishin çmime të lira në Prag. Tani unë në Prag kur kam shkuar, për shkak kam marrë ofertë të betohet Arioni, 99 hotel të përfshirë. Me bashkë me udhtimin. Tani siç që nga ndoshta janë rritur çmimet. Po mirë ti edhe kudo ku të shkosh ke edhe hostel me 5 euro. Mos ka fjet në hostel, kam fjet në hotele shumë të mira. Jo, po flas në botë. Por ishin me paketa, kur unë godisja paketat interesante për Prag. E çfarë ishte në fare hoteli apo? Hotel shumë i mirë. Një 3 yje, po një 3 yje shumë i mirë. Ai sa më duhej mua për të bërë një gjumë për të vizituar, po në zonë qendrore kam qenë realisht kam qenë mu në shëtitore, një apo dy rrugica nga ora e famshme që tham në fillim që është një nga orat më të famshme në botë. Sa net ndjenjë një natë? 2 net dhe 3 ditë. 99 euro, të betohem, po bashkë me avionin. I pabesueshëm ja. Jo, do të kam dyshimet forta. Nëse ne kemi lumtuar. Hosteli shkon deri 15 deri në 30 euro, një hotel normal shkon 40 deri në 80 euro, një hotel i mirë shkon 90 euro plus. Okej. Po janë lumtime, po. Pak a shumë kjo është shifra që pagoni për tipologji të ndryshme hotelesh. Sigurisht se këto shifra ti ke nxjerr Arion? Po unë kam nxjerr. Për 3 net thot normal harxhon 240 euro. Po pra për jetë si kjo e Arionit. Jo si ajo e Albanit. Në përgjithësi kam parë që ka dhe hotele me 1500 euro në Prag. Shkon ato super luxury me, po ne s'po i quajmë apo s'po i këshillojmë të shkojnë ashtu, se ata që udhtojnë ashtu e dinë, s'ka nevojë për ne. Po flasim për mat, për një rrog normal shqiptare apo jo. Ushqimi në ditë të shkon në një buxhet prej 10 deri në 15 euro për market apo fast food. Kur i blen kështu, domethënë sa me mbush parkun, normali shkon 20 deri 35 euro, kurse në restorante shkojnë 40 euro plus. Në total ditor. Po nëse ha një vakt apo ha një portata thotë italiani. Gjithatë ato që tha Albani është shumë e vërtetë Arion, nuk e di ti kur ke shkuar ke përdorur currency-n, domethënë monedhën e atyre. Po kam bërë exchange. Pra po skuptoj fare ashtu ti. Ashtu menaxhoj buxhetin. Unë jam më i sigurt ashtu. Unë i ktheva gjën e parë që bëj, apo se ti bën atë stilin tjetër. Unë gjën e parë që bëj, kthej gjysmën e buxhetit që kam për atë lokacion e kthej në lek autoktone, pra në monedhën e tyre. Dhe tentoj që ta menaxhoj sa më mirë me monedhën e tyre dhe mësoj
mësoj vendet, mësoj restorantet, mësoj ku ha mirë dhe normalisht me çmime normale, po ju të pasurit nuk bëni kështu. Me ajka shoqërisë. Transporti lokal është komod për të përdorur në metro ose në tram, 1 deri në 2 euro për bilet. Ose nëse jeni shumë shqiptar mund të bëni dhe sigur nuk e pagoni atë biletën dhe zbrisni. Jo, ka kontrolle këtë gjë nuk ja këshilloj sepse ka kontrolle dhe gjobat janë deri në 200 e pak euro, por bëni abone, ka abone 24 orë, 72 orë, do shta dhe abone javore, kështu që kodisni abonet nëse mendoni që Pragën ta vizitoni nëpërmjet metrove. Kthehemi pas pak. Më fal. Mario, mos si ma lë kështu. Se më tha Ariola para këtij bllokut, më tha lutem lajmëro dhe mua tha kur e mbyll. Rikthehemi në Top Albania Radio në këtë pjesë të fundit. Arion, siç e the dhe ti pak më parë, koha fluturoi dhe do fluturojmë dhe ne të lirë nga inteligjenca artificiale. Nuk je këtu, ë? Jo. Ti dhe Whitney Houston. Më vjen shumë i nat dhe prandaj nisa kështu për të ngacmuar pak se si se pyet Albanin për këtë gjë që e kishin veçuar edhe në skalet. Por ta thasë më një herë orë. Si se telefon aty thuaj. Për gjithë ata që nuk e din, për gjithë ata që janë lidhur vetëm me ne në këto momente, jeni në Top Albania Radio, besoj këtë e dini sepse po shihni frekuencën në radion tuaj apo po shihni numrin në kanalin e Digital Bit apo keni klikuar aplikacionin aty akoma dhe më qartë. Jemi në Trip Top dhe po vazhdojmë të flasim në këto minutat e fundit për udhëtimet dhe fokusin e kemi tek Praga. Po flas për prostitucionin në Pragë. Të vjen turp. Jo, mua jo, po as vajzave dhe djemve që e kryejnë si proces, sepse në Pragë është e lishme. Doja ta pyesja nëse ekzistonte mundësia, nëse ja kishim parë syt, se mua personalisht nuk mi pan syt këto klubet e famshme apo këto Jemi çuna goca të mira ne. Apo vajzat, si mund ta quajmë një vajzë që bën këtë profesion por në mënyrë gjentile. Eskort. Eskortat i themi ne këtu në Shqipëri. Është për hapur shumë si profesion kote. Janë ato që shoqërojnë, kurse këto nuk të shoqërojnë, këto të presin. Është shërbyese lumturie. Dhuruse lumturie me pagesë. Po, dhuruset e lumturisë me pagesë në Pragë dashumish është një profesion. Është një profesion i lishëm, pagojnë taksa ato vajzat dhe pikërisht edhe shumë pornoaktore në përbot kanë pikërisht prejardhjen nga ky shtet, nga ky qytet sidomos dhe janë me shumë mira miliona ndjekës. Tani çdo na thuash për këto se mirë morën vesh. Jo, ka zona po shifja edhe çfarë kishin veçuar. Ka zona të caktuara ku ti shkon, prandaj sipas kam parë, sipas kërkat zona të caktuara dhe çekia. Me familjen prandaj. Kia e ka legjitimuar prostitucionin, kështu që nëse dëshironi të bëni një udhëtim jo vetëm për kulinarin apo për kulin në italisht, apo edhe për këtë lloj tematike tjetër, Praga e ka të licencuar, kështu që burg nuk rrezikoni, sepse për shembull, nëse do të bëjmë paralelizëm, nëse ma lejon Ariola me Japonin, jo nuk ta lejon. Ja, ma lejon, po ishte kështu gentile për të marrë leje që ta zgjasja pak të copës të programit. Në Japoni prostitucioni është ndaluar edhe pse vendet ku ushtrohet prostitucion janë të lishme. Çfarë do të thotë dashur miq, që ti në Prag shkon, jep lekët, merr shërbimin dhe del i qet edhe pse ke një policë përballë. Në Japoni nëse kjo gjë ndodh, duhet prostituta në këtë rast apo vajza që dhuron lumturi kundrejt pagesës, duhet të thotë që është dashuruar me ju dhe ju bëtë një dhuratë. Wow. Po, sepse atje nuk lejohet seksi me pagesë, po lejohet që dy njerëz në një klub të njihen, të dashurohen, të kryejnë një raport seksual komplet, dhe ti në fund nëse ke mbetur i kënaqur nga kjo partnere e re, i bën dhe një dhuratë. I bën se njeriu është gentil në jetë. Gjithsesi unë do të them kuriozitete për Pragën. Të gjitha këto në Prag janë kuriozitete për Pragën, qyteti i urave ka mbi 500 ura, po më e famshme ishte ajo që diskutuam, e ndërtuar në shekullin 14. Një qytet me kështjella. Kështjella e Pragës është kështjella më e madhe historike në botë sipas Guinnessit. Ata thash në hapje. Këtë se mbaja mend që ishte Guinness, po mbaja mend që ishte shumë e madhe. Qyteti i kullave edhe këtë e tham, Praga ka më shumë se sa 100 kulla historike. Po janë historike këto të Pragës. Po këto do bëhen historike. Që janë përdorur shpesh si pika vëzhgimi për turistët. Edhe këtu përdoren për t'i vëzhguar. Praga është qyteti i mistereve, me misterin. Është paralelizme, po. Ka rrugë të ngushta dhe lagje të vjetra që kanë frymzuar shumë histori dhe fantazi. Filmash përfshirë dhe Mission Impossible. Ajo, këto Mission Impossible është të dalësh nga shtëpia me makinë, por që në Pragë është. Akoma s'ka ardhur Hollywoodi këtu. Janë locationat që ka përzgjedhur Albani, pikërisht janë locationat të cilat lidhen edhe me filmat e Hollywoodit tani që mendoj. Në Vjenë për shembull është xhiruar një film shumë i famshëm i Avengers, në Venecia është xhiruar Casino Royale, është xhiruar filmi me Brad Pitt dhe Angelina Jolie. Casino Royale edhe në
Prag. Edhe në Prag, Casino Royal. Pra, disa lokacione që ka zgjedhur miku ynë që kërkan lokacione që lidhen edhe me Hollywoodin. Pra, aktori që fle brenda tij zgjodhi destinacionet e caktuara që është bërë Telef Evropa. Nga Hollywoodi kjo është pak për sigurt. Që po vjen Hollywoodi këtu, ky është një lajm që ndoshta nuk e din shumë. Ma thuaj ti atë. Ja, pra sapo ta thash, çfarë do të them më? Po thuaj pra çik më shumë, na bëj një lajm, na krijon një pak suspans. Me si vet Praga Arion. Okej, pra Hollywoodi po vin në Shqipëri, do të thotë një agjenci po hollywoodiane. Po përpiqen vërtet të sjellin produksionet Hollywoodit të realizuara në Shqipëri dhe nuk është më një, si thua, një skenari pamundur ky, se për neve na duket shumë e paprekshme, po jo, për historitë forcës punëtore, për historitë të burokracive që janë ndoshta edhe më të lehta këtu, për historitë të vendeve të pa eksploruara dhe çmimeve në vendin ton. Hollywoodi po bën tratativa serioze për të ardhur në Shqipëri. Mbam përgjegjësi kolegja ime Ariola Sheu për këto që sapo tha. Shumë ka ndonjëherë për zotin. Një që sapo i dëgjua të i besonin sepse në përgjithësi është vajzë që e cila hulumton dhe burimet e saj i ka shumë të mirë kërkuara. Morario, po sa mjalt që je, Morario. Unë jam mjalt. Je shumë i mirë. Mbas 2 vjeç e gjys. Se të ndryshe bën keq. Arion, unë them që kemi ardhur në fund të programit edhe duhet ta mbyllim edhe koha jon mbaroi. Kaq ishte koha jote mbaroi. Çfarë ka qenë një kështu game show apo çka ka qenë koha jote mbaroi? Se di, po mund ta gjejmë kështu në kafe me Albanin se po na pret. Shumë faleminderit që keni qëndruar me ne, shumë faleminderit që na keni komentuar, vazhdoni bëheni këtë gjë, na ndiqni në rrjetet tona sociale, na tregoni pak dashuri nëse po e ndjeni në këtë format. Për çdo koment ju betohet që çdo koment sot do të marrë një përgjigje sepse do i shohim të gjitha rrjetet sociale dhe kush ka komentuar, kush ka shkruar, follow back nga Ariola. Follow back nga Arioni për të mori. Jeni tani këtë ofertë. Takohemi të dielën tjetër. Ciao ciao. Faleminderit që keni qenë me ne, shihemi dielën tjetër.